që të arrijet diçka, apo jemi ngarë për të siguruar përkrahje për zgjedhjet tashme? Unë veç muj me citu Dardanin, mikun ton, kolegun ton, i cili që një vjet e gjys e parashikon këtë ditë në cilën jemi sot. Unë kam qenë skeptik se çka po thot ai, megjithatë në vazhdimsi ka folë për cikel zgjedhjesh pa ndalë. Nëse pra marrim për bazë atë që po thotë zoti Sejdiu, që ka thënë vazhdimsi, atëherë po e ka përcejmë krejt këtë fushat elektorale, po dalim të ajo a fundit vitit, se e ka paralajmëruar edhe atë, edhe një palë zgjedhje. Vërtet. Megjithatë, zgjedhje po shkojnë. Bini e konfirmoj. Sepse nuk ka asnjë shans matematik për zgjedhjet e presidentit. Nuk ka fare. Nuk ka vullnet. Zoti Kurti nuk ka vullnet. Zoti Kurti don me imponu presidentin e vet, Glaukon Jufcen. Unë në vazhdimsi e them që nuk kam asnjë behan për Glaukon Jufcen, për atë sa e njoh unë, veç mos të kishë qenë i nënshtruar i Albin Kurtit. Veç të kishë qenë vërtet i pavarur. Është i nënshtruar i Albin Kurtit? Absolutisht që po. Në këtë rast do t'i binte që lëvizjave të vendoset të marrë 3 postet kryesore në shtet. Po, nëse ai kishë qenë me kurriz, me kredibilitet në momentin që e merr pozitën e presidentit, atëherë në rregull kishë qenë me u votu Glaukon Jufca. Madje është një lloj argumenti që opozita nuk i gjente behan për kryeparlamentar. Edhe zoti Kurti tha se opozita e pëlqen. E pëlqen. Me tepër Konjufcën. Po tash me analizu prej këtij pozicioni zotin Konjufca si kandidat për president, zonin Osmani si presidente që ka qenë, unë nuk besoj që Konjufca bën zullum ma shumë se sa që ka bë Vjosa Osmani sa ishte presidente. Në zullum në kuptimin? Zullum në plot kuptime. Për shembull, një prej tyne e kalon vendin që 4 vjet pa krye prokuror shtetit. Nuk ka dëm më të madh, apo nuk ka, si me thonë, goditje më të madhe për shtetin se sa për shkak të tekave politike me lënë vendin pa krye prokuror shtetit. Se po mendoni ju që zoti Konjufca, nëse nuk do të kishte vullnet zoti Kurti, do të emërante prokuror shteti? Tani unë po them që edhe zoti Konjufca, nëse nuk e dekreton një krye prokuror, nuk dallon kurrë prej Vjosa Osmanit që ishte presidente për 5 vjet. Absolutisht nuk dallon kurrë. Ose njerë do duhet të bëj president. E tani, po flasim për një frym të njëjtë, sepse Vjosa Osmanin e mundsoi LDK-ja me u zgjedh për presidente. Tani nëse Vjosa Osmani është zgjedh për presidente, pse mos me u zgjedh edhe Glaukon Jufca? Qa kishë bo ndryshe Glaukon Jufca prej Vjosa Osmanit? Cili është dami që ja kishë shkaktu këti vendin ndryshe prej Vjosa Osmanit? Ajo e përfundoi mandatin, pa e dekretu krye prokurorin e shtetit, e përfundoi mandatin, pa e dekretu një antar në KQZ të PDK-s, për cilin tash ushtrusja detyres, po thot, është dasht me kry Vjosa Osmani. Pra, zullumi saj është qaq i madh, sa nuk besoj që Glaukon Jufca ka guxim me bë qasi zullumi. Po duket se gjasat janë të vogla që zoti Konjufca. Megjithatë, unë po flas që nuk bëhet, ne po shkojmë zgjedhje. Dhe po shkojmë zgjedhje në një garë tash mes Vjosa Osmanit dhe Albin Kurtit. Kjo është gara në zgjedhjet në cilat po shkojnë. Nuk ka garë tjetër. Lumira Abdixhiku ja ka hap derën. Vjosa Osmani do t'jetë kandidate e LDK, jo, kandidatën, bartës e listës e LDK-s për presidente, Lumira Abdixhiku kandidat për kryeministër, Bedri Hamza kandidat për kryeministër, si 3 herë, që s'dallon kurrë. Po flisni me informata, nuk është analizë. Informat po të flas.
dhe Ramush Haradinaj nuk do t'jetë ma kandidat për kryeministër, është Ardian Gjini, por nuk dallon kur gjo, dhe gara shëndrohet mes dy njerëzve, Albin Kurti, Vjosa Osmani. Tani për mu si votus, nëse qes vetën në pozicion, vetëm si votus në një djele kur shkoj me votu, unë duhet me matë cilë është ma pak i